Ka shkrepur me mira foto për t'i dokumentuar vuajtjet që po përjetonin shqiptarët e Kosovës nga regjimi Slobodan Miloševićit. Donse ishte shumë i ri në moshë, fotoreporteri italian Marco Di Lauro kapi pamje të jashtëzakonshme gjatë kohës sa mbuloi luftën në Kosovë. Megjithatë, dokumentimi i mizërive la kujtime të rënda tek italiani. Di Lauro thotë se ishte një eksperiencë goxha traumatike të shihej njerëzit duke vdekur si pasojë e luftës. Të them të drejtën, ishte emocionalisht e rëndë të shohësh njerëzit duke vdekur, nuk isha parë më herët pastrimet nek. Në vitin 1997, serbët filluan të sulmonin profesorët nëpër shkolla, mjekët në spitale dhe më vonë vrasjet masive filluan. Për një kohë shumë të shkurtër, gjithçka u shndërruan në tragjedi. Në atë periudhë kohore isha shumë i ri dhe ishte një eksperiencë goxha traumatike për mua. Pas përfundimit të luftës, fotografi italian do të kthehej sërish në Kosovë. Ai tregon se nuk mund t'i besonte syve me transformimin që kishte ndodhur pas vetëm 8 vitesh. Kur u ktheva sërish në Kosovë në vitin 2007, u befasova me transformimin që kishte ndodhur. Kosova ishte shndërruar në një vend modern, me restorante dhe lokale të bukura. Njerëzit dukeshin bukur dhe ishin të veshur mirë. Kishte ndryshuar shumë çka nga periudha e viteve 90-ta. Përveç luftës në Kosovë, Di Lauro gjatë karrierës së tij ka mbuluar disa nga zonat më të vështira të konflikteve në mbar globin, përfshirë këtu Indinë, Nigerinë, Perun, Afganistanin, Gazën dhe Palestinën. Puna e fotografit është shfaqur në mediat më të mëdha ndërkombëtare, siç janë New York Times, Washington Post, The Times dhe Daily Telegraph.